10 banor të fshatit Fushë e Vogël në njësinë administrative Fushë Bulqiz, Bashkia e Bulqizës, rrezikojnë jetën teksa kalojnë mbi këtë urë të improvisuar e ndërtuar prej tyre. Ata detyrohen që të kalojnë mbi urën as pak të sigurt për të dalë në rrugën nacionale Peshkopi Bulqiz. Banorët thonë se kalimi në të është shumë i rrezikshëm, pasi kur ka prurje të shumta në zallën e Bulqizës, u i kalon mbi urë dhe rrezikon të rrëmbej. Situata më shqetësuese bëhet për fëmijët e shkollës dhe punëtorët e nëntokës që duhet të kalojnë natën në të. Sipas banorëve, prej 35 vitesh është kërkuar prej tyre dhe premtuar prej pushtetarëve ndërtimi një ure të sigurt, por deri tani premtimet kanë mbetur vetëm në letër. Fryja e madhe e zallit të Bulqizës jo vetëm rrezikon urën, por përmbyt edhe rrugën që kalojnë banorët, duke i detyruar ata të futen në ujë në këto temperatura të ftohta dimri. Unë ka 36 vjet që punojnë minjerë, këtu në këtu kam kalu, pak investime kemi bërë vetë si popull, me Qina, me drasa. Këtu kam kalu, ka 40 vjet në këtu. Abisme, se në familje ku kishte shërm doja që koshin tonë ku është 20 shtëpi. Edhe fëmijë shkollë për këtu kemi kaluar. Jo më me shtetin. Shish me gzim drafë ku ishte këtar bashkia, këtar komune. Bani do investime të vogla, nuk e di sa shkruaj. Pastaj mor fitimin Deneli, edhe ai na foli për do ta rregullojmë, do ta sistemojmë, nuk u bëj. Kërkuam disa drejta për këtu, por nuk ja vuri veshin këtu. Ja kemi kërkuar shumë, nuk na ka zgjidhur problem asnjë. Prandaj këtu kjo është një shumë e rëndë për ne. Edhe rruga tjetër, bëmë zor. Po të paktën këtu. As 500 metra rrugë nuk ka. Investimet e shtetit kushto. Investimet veç taksat e mia si minator ku kanë shku. Sa ka pas fshata jo premtime. U kemi një të korrekt, do bëjmë këtë vit e funi, do boshin, ç'a boshin. Vetëm Zoti këto arsim. Ndër Zoti. Tu ka vënë skandal. Tu për sot tu shkolla as mi as i jan. Tu ku vjen dori tretun, do me zbat komod. Dal në zallë, nuk dilet. Nuk gëzot me dal tu. Tu bëhet jashtë skandalit. Tu mund të bëni pjet me ujë. Tu bën dy gaza. Tu sot të bëj fashone. Tu për sot të bëj skandal sak. Ska vlerë. Tu jemi të me familjen, të me kalamajt. Kum tuni gobër se kalamajt në shkollë. Tu bëj skandal. Tu të marrim mosë shtet, jo mosë fashone. Tu për sot do të ikë për gjithata. Tu jam premtime boshe, ne jina zjetan. Jam të thonë, ne s'kërkojmë në gjë, ne kërkojmë rrugën për me kalu fëmijët, shkojnë në shkollë, ka më det, shoku gazetar. Pranaj merrni masa që të rregullojmë urën edhe rrugën. Premtime ka pas, thonë se është bë ura nuk është bë. A kalo fëmija këtu me shku në shkollë, a kalo fëmija këtu me shku në punë. Janë të na hik fëmijët, nuk kemi rrugë. Gjithë, më thot çudi 30 vjeç do hik mami nga Bulqiza se punek ka mosh do gjë në fund. Asnjë lloj investimi nuk është bërë për lagjën tonë. Votat i kanë marrë, vinë, bëjmë premtime, marrin votat ikim. Fëmijët shkojnë shkollë, na bin zall, shkojnë tur tret, na bin zall. Nuk e di se minatorët, po minatorët, që nuk pyet kusht i fare as për minator, as për fëmijë, as për gratë, për asnjë lloj gjëje. Premtime sa herë vinë, marrin votat, vin kush me lek, kush pa lek, ku na t'jap lek, na jep votën. Këtu është katastrofë. Të dyja krahët, ndash socialiste, ndash demokratike, janë vetëm për veten e vet, për të marrë për veten e vet, për të futur xhepin e vet. I marrin fondet, se edhe ne nëse s'dim, po i dim, i marrin fondet dhe i fusin në xhep vet. Bie bora nuk hap rrugë kush ke ne. Bie bora nuk hap kushti urë ke ne. Kemi qenë ke bashkia, kemi kërkuar kudo dhe nuk duan me ditë fare, po kur them fare. Banorët i bëjnë thirrje pushtetit vendor të ndërhyjë sa ende nuk ka ndodhur ndonjë tragjedi njerëzore, pasi pak kohë më parë një minator që kthehej nga puna është rrëzuar nga ura duke rënë në ujë dhe që për fat të mirë shpëtoi.